Ky është ndoshta i vetmi kryetar bashkie në historinë e Shqipërisë që u bë i famshëm jo për punët publike, por për brekët e grisura. Ky është Shukri Xhelili, kryebashkiaku i Dibrës u kthye në simbol turpi. Në vitin 2016 një video intime tronditi gjithë vendin. Në atë video Shukri Xhelili, në zyrën e tij shihej duke kërkuar favore seksuale në këmbim të një vendi pune. Ngjarja shpërtheu si një bombë mediatike, qytetarët reaguan me zemërim. Opozita kërkoi largimin e tij dhe mazhoranca u detyrua ta shkarkojë menjëherë. Por ajo që e bëri këtë histori edhe më famkeqe ishte detaji që nuk u harrua kurrë. Brekët e grisura të Shukri Xhelilit. Në pak orë, ky detaj u kthye në shaka, në meme, në ironi kombëtare. Njerëzit qeshën, por në të vërtetë ishte një e qeshur e hidhur, sepse pas humorit fshihej realiteti i trisht i politikës shqiptare. Nga një kryebashkiak i zgjedhur, Shukri Xhelili u kthye në një personazh të përqeshur. Jo për projekte, jo për punë, por për abuzim me pushtetin dhe për një video që nxori në dritë fytyrën e vërtetë të korrupsionit moral. Emri i tij sot është sinonim i turpit dhe i ironisë. Një kujtesë se pushteti kur bie në duar të gabuara nuk ndërton ura dhe rrugë, por prodhon skandale, meme dhe brek të grisura.